shtëpi e majnë një gru, mundësisht ndonjë të dashur dikun tjetër, veç trupin e kanë shtëpi mendjen, zoti e di ka. Shkelja e besnikërisë martesore, të gratë më burrat që ja falin minutin. Cilat janë kryesisht rastet më të shpeshta që vijnë për mundo, për me marrë divorc? Rastet më shpeshta, edhe pse ligji mbi familjen e parasheh ndër arsyet steriliteti i parë është, sepse familja krijohet për Ka raste që vijnë që nuk po mundet me bo fëmijë sepse dhe jenë po këtu farë, tash po jenë këtu mundësitë e mbarësimit artificial. Shkelja e besnikërisë martesore, të gratë më burrat që ja falin minutin, po edhe gratë, domethënë ju kanë ngrit vedia dhe nuk dojnë me kalu qëto, ndoshta edhe kanë të drejtë edhe aty. Madje janë shumë arsye tjetra, mosmarrja e përgjegjësisë ndaj familjes, për shembull ka persona indiferent që veç trupin e kanë shtëpi mendjen, zoti e di ka. Edhe ky drejtim, domethënë, edhe shumë arsye tjera, përdorimi i narkotikëve, përdorimi i alkoolit, jeta e dyfisht, domethënë në shtëpi e majnë një gru, mundësisht ndonjë të dashur dikun tjetër. A ka kësi raste që vinë edhe të tregojnë se çështo është rasti, e ka një tjetër, e kam zatën të rrethu? Plot, tash, plot. Cili është një rast prej këtyne që edhe ty të ka bo mundi keq nashta, që ke thonë, adin gjëna shka pas ka konë, që thënë ana? Një rast e kam pa dosh me ja prek privatësinë, kur një nuse ri vjen edhe shumë pikëllohet që burri ka gjetë dikë tjetër. Po çka më ka befasu për mirë ajo nuse që ishte bashkë, domethënë me vjerën e vet. Edhe vjera shumë e përkrahte nusën. Sepse ajo kishte edhe fëmijë, edhe mandej mirë, po mandej u rehabilitu situata se kanë janë ndoshta njerëzit i kanë disa momente të liga, prandaj edhe ligji mbi familjen është dispozitë veçantë ku duhet me bërë gjykata tentim pajtimin. Edhe pse këto e bëjnë në zyrën tem. Madje kur shkojnë gjykatë kanë herë kur thotë ka kushte për tu pajtu, unë kam dëshirë shumë zyrën tem me i kry këto se edhe kam përvojë, për shkak se ku më arrit edhe të pajtu.